parë në histori, Shqipëria do të luajë në play-offin e një botërori, ku pa diskutim synon një vend në këtë kompeticion që do të luhet në qershorin e këtij viti, ku fokusi i gjithë ambientit rreth kombëtares shqiptare, pa diskutim është arritja e këtij objektivi. Por ditën e njëjtë në Bruksel ndërkohë është hedhur edhe shorti i Ligës së Kombeve, ku Shqipëria ka njohur edhe rivalët për ndeshjet që do të zhvillohen nga muaji shtator deri në nëntor të 2026-s. Për diskutuar pikërisht për këtë çështje, sot në Sport News kam kënaqësinë të kem të ftuar një personazh unik, ish futbollistin kuqezit, trajnerin aktual të përfaqësueses U21, Alban Bushi. Bushi, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jemi me sot. Faleminderit për ftesën. Alban, ëndra botëror duket se ka marrë vëmendjen më të madhe në Shqipëri dhe jo vetëm, duket se i ka marrë vëmendjen çdo turneu, çdo eventi, edhe futbollit shqiptar pa diskutim. A është ky kulmi për ne, pra pika më e lartë që mund të arrijë? Mendoj që po, është pika më e lartë, botërori ka qenë gjithmonë një ëndër për gjithë shqiptarët, për vetë kombëtarën, për vetë stafin teknik, për vetë objektivat që i ka vënë federata ekipit kombëtar, kështu që mendoj që është plotësisht e merituar, domethënë ëndra për botëror. Ndërkohë, në mars do të luajmë ndeshjet më të rëndësishme ato të play-offit, por nga ana tjetër një event shumë i rëndësishëm për Shqipërinë është edhe Nations League. Një ditë më parë ne kemi njohur edhe rivalët. Shqipëria ndodhet në grupin C, në grupin C1, pra, ndërsa shorti na vendos një grup me përfaqësuese si Finlanda, Bielorusia dhe San Marino. Si të duket ty ky short? Shorti më duket i mirë. Te ai grup ke Liga C, domethënë nuk është se ka shumë ekipet le të themi të forta ose ekipet le të themi më të mira se ekipi jon kombëtar. Mendoj që Finlanda është ekipi që do të rivalizojmë për vendin e parë, kurse Bielorusia është një ekip, le të themi ekipi i mirë, po ekipi që mundet. Kurse San Marino është nga ekipet më të dobta, kështu që nuk ka asnjë lloj komenti për atë ekip. Mendoj që Shqipëria do ta testoj veten, sepse në ligën e National League nuk është se kemi bërë shumë mirë këto vitet e fundit, dhe mendoj që i ka gjitha mundësitë për ta zënë vendin e parë. E the pak a shumë me fjalët e tua, pra që Finlanda është ai rivali i Shqipërisë në këtë grup, sepse edhe ne në të shkuara në 7 ndeshje që kemi zhvilluar me Finlandën, kemi marrë 2 fitore, 1 barazim, ndërkohë kemi dhe 3 humbje. Ndërkohë nga ana tjetër me Bielorusin janë luajtur 6 ndeshje, janë marrë 2 fitore për Shqipërinë, 2 për Bielorusin, 2 barazime, ndërsa me San Marinon i kemi të 4 fitore. Finlanda, unë kam marrë pjesë vetë disa herë, 2-3 herë kemi luajtur me Finlandën, është ekipi vështirë, dhe po është një ekip që nuk është se pra bën gjithmonë mirë, le të themi, rin gjithmonë në ato mesin e ujrave, nuk bën as lart, nuk bën as poshtë. Është një ekip që të vën vështirësi, por nuk është se ka arritur majet akoma. Unë mendoj që ka pasur vite që ka qenë goxha mirë, para 2 viteve ka qenë goxha mirë dhe kanë qenë lojtarë të rinj. Nga që ne kemi luajtur me ekipin U21 të Finlandës para 1 viti e gjysmë, kishin brez shumë të mirë. Dhe tani shumica atyre ka kaluar lart, ka kaluar në ekipin A dhe janë lojtarë goxha me potencial të madh. Kështu që mund të jetë, le të themi, një Finland disi më e mirë se në vitet e tjera. Kurse Bielorusia, e thash edhe pak më parë, që faktet tregojnë që ne tani së shpejti nuk është se kemi luajtur me ata, po patjetër që jemi ekip më i mirë se ata, mendoj unë, po derisa kemi 2 fitore, 2 me 2 barazime, tregon që dhe ajo është ekip që është për tu vlerësuar. Ndërkohë, a është kusht vendi i parë në këtë grup që kemi në Ligën e Kombeve? Jo, kjo ligë t'jep shumë mundësira për të testuar ekipin, për të bërë sa më shumë atmosferë, në base edhe për ta zënë vendin e parë, pse jo që janë gjitha mundësitë, kështu që është një ligë e mirë, le të themi në ato fillime ishin shumë njerëz skeptik se si kjo ligë do të shkonte, por mori shumë vëmendje. Sepse UEFA hoqi ndeshjet miqësore dhe pikërisht futi pra National League-ën që të ketë akoma më shumë vëmendje dhe për t'i dhënë dhe ekipeve një mundësi të dytë për të kualifikuar në Europian. Në fakt, di pse bëra këtë pyetje, po them, ishte diku edhe, po themi, retorike, pasi presidenti Duka i vendosi kusht trajnerit Silvinjo kualifikimin në botëror, pra minimumi play-offin. Nuk po themi një kalim direkt, po të paktën play-offi. Dhe jo në këtë kushte që jemi, domethënë, mendoj që vendi i parë do t'ishte në Ligën e Kombeve, do t'ishte pastaj një objektiv ndoshta absolut. Duke qenë se ndodhemi edhe në një grup më poshtë nga në të kaluarën, ishim në B, tani jemi në C. Objektivet tani Shqipëria ka arritur një nivel shumë të lartë, nga çdo anë, unë kam thënë dhe herë tjera, domethënë ekipi kombëtar shqiptar është në momentin e tij më të mirë.
si nga ana e potencialit që ka në grup, po gjithashtu edhe nga ana e infrastrukturës, po ashtu edhe nga ana e stafit teknik. Kështu që gjithmonë objektivet do të jenë të larta. Patjetër që mua më pëlqen shumë që presidenti merr domethënë këtë lloj, nuk mund ta them guxim sepse ai e di shumë mirë situatën dhe thotë në botror o vend parë o vend dytë. Vendi i parë patjetër që është i vështirë sepse janë ekipet të rangut shumë të lartë, por jo i paritshëm, kurse vendi i dytë duhet të luftohet deri në fund. Tani mendoj që e kemi arritur, që do vim me Poloninë, mendoj që shanset janë 50-50 për të realizuar atë ëndër që ndrojmë gjithë. Për të mbetur edhe pak tek Liga e Kombeve, është interesante fakti që Liga e Kombeve do të luhet në shtator, ndërkohë që vetë trajneri Silvinho ka rinovuar kontratën deri në qershor të këtij viti. Duket sikur gjithçka po rrotullohet rreth botrorit. Besoj dhe kontrata flet qartë apo jo? Po unë tani për kontratën gjetë personin e dur për të folë. Jo, ideja që patjetër që po të kuptova. Flasim për në anën e trajnerit, pra. Flasim për botrorin dhe më pas si duket duhet mendojmë për anën tjetër. Unë mendoj që duke qenë se ti je trajner vetë si vlerësohet pra kjo situatë që unë. Po, trajneri është i fokusuar 100% tek ndeshja e marsit. Nuk diskutohet fare, ne jemi aty në federat për ditë dhe është shumë gjatë gjithë kohë, domethënë fokusi është vetëm tek Polonia. Mbase tani nuk i hyn në sy as shorti i ligës kombeve, as objektivat që do të kemi për ligën e kombeve dhe presidenti patjetër që është aq profesionist sa që mos ta ngacmoj ose mos t'i vëj tani domethënë objektivat për ligën e kombeve, thjesht duhet të jetë fokusi ke Polonia. Bushi, vitet e fundit Liga e Kombeve është përdorur, po themi, si ligë testuese. E pam edhe së fundmi që Shqipëria nuk bëri një paraqitje të mirë, por ndërkohë në kualifikues të botrorit pam një Shqipëri tjetër që edhe shkoi në play-off të botrorit për herë të parë në histori. Nëse trajneri Silvinho largohet, kam frikë se do të shihet sërish kështu, pra po flas në mënyrë testuese, hajde të stojmë lojtarët, edhe nëse nuk fitojmë, por ndërkohë, a mendon se ka ardhur koha që ta vlerësojmë këtë kompeticion pra Ligën e Kombeve, luhet për të fituar si një rrugë e dytë për të shkuar dhe në Evropian, sepse në rast se dalim tek më të mirat e grupeve pra, atëherë mund të kemi një play-off gjithashtu për të shkuar në Evropianin e 2028-ës. Pavarësisht se ne nuk bëm mirë dhe pastaj bëm mirë në botror, unë mendoj që ne duhet t'i vlerësojmë çdo herë ndeshjen. Pra ti rritesh duke fituar, patjetër që rritesh dhe duke humbur, sepse merr eksperiencë dhe shef gabimin ku e gabuar dhe ti përmirësohesh. Po nuk kemi ne atë luksin, le të themi, që ti marrim Lecën, sidomos në Liga e Kombeve, po t'jetë me marr Lecën, sepse është tjetër gjë ti të zësh vend e parë në Ligën e Kombeve dhe të futesh në Evropian, është tjetër gjë të zësh vend fundit dhe të futesh në Evropian. Pra nuk është njësoj motivimi, le të themi, sepse lojtarët tanë ne themi që kemi lojtarë shumë të mirë, po jo të atë niveli që të luajnë kur të duan ata, në kuptimin që ti do të jesh gjithmonë në një nivel shumë të mirë, sepse futbolli është gjithmonë vazhdimsi. Nuk mund të jesh sot dobët dhe pas filloj Liga Europiane, kampionati Europian ti jesh mirë. Pavarësisht se bën mirë këtë radhë, unë mendoj që do ta vlerësojmë, sepse është vetë ambienti, është vetë tani është krijuar një ambient shumë i mirë kombëtar. Sa i ka kombëtarë deri stadiumi mbushet plot, 3 pikë që na duhet për të rritur etj. Ndërkohë, një short shumë i fortë edhe për Kosovën, e cila në këtë edicion do të luajë në Ligën B. Pra nga C-ja është ngritur, ka shkuar në B, goglat e vendosën në grup me Izraelin, Austrinë edhe Republikën e Irlandës. Si e sheti grupin e Kosovës, si janë shanset për të fituar? Në parë jam le të themi, është i gëzuar, le të themi, për Kosovën, sepse u ngrit në një ligë më lartë. Ajo liga e lartë rrit shumë, sepse që kur ndëgjon emrat e ekipeve për Austri, Irlandë dhe Izrael, ti do ndeshën me ekipet forte. Dhe kjo të bën mirë për Europianin ose për botrorin ose për ekipin në përgjithësi. Sepse në momentin që ti ndeshën me kundërshtar të fortë, ti bëhesh i fortë. Është i vështirë, është viti i parë që Kosova do të marrë pjesë në këtë ligë, ka kundërshtar shumë të vështirë, shumë të fortë, por edhe Kosova është e fortë. Gjithashtu mendoj që shanset janë të barabarta për të 4 ekipet ke grupi i Kosovës. Ndërkohë do të kemi kohë deri në shtator për të folur për Ligën e Kombeve, se besoj që do na vish sërish në studio për diskutuar, por unë dua të di, apo ndjet atmosfera për ndeshjet e muajit mars për kombëtaren shqiptare, apo është ende herët dhe mendja është pak të zgjedhjet e federatës? Kur janë zgjedhjet? 16 Ka shkurt janë zgjedhjet, po. Do të thotë që vëmendja pas jashtë ke botrori, mendoj që është
tek ndeshja 26 marsit me Polonin, mendoj unë. Patjetër që atmosfera tek trajnerët, tek lojtarët është gjashtë atje sepse ata gjithmonë manifestojnë e jetojnë me atë pjesë, është herë para që do marrin pjesë botërore. Patjetër ke publiku është pak më e ftohtë sepse në momentin që bëhet, domethënë sa afrohet dhe të themi 10-15 ditë përpara, atëherë bëhet shumë e nxehtë. Po gjithë stafi domethënë është 100% fokus tek Polonia. Ndërkohë, për fat keq, Alban legionarët duket sikur nuk po kalojnë një moment shumë të mirë. Berisha Ismaili janë të dëmtuar, Berami Broja Hysa thuaj se nuk ka më minuta për ta në këmbë, ndërkohë që Aslani po kalon një moment të vështirë, u transferua tek Beşiktaş, luajti ndeshjen e parë, asist, 5 minuta më vonë kartoni kuq, dëndohet me 2 ndeshje se ishte shumë dorëhyrje e rëndë. Atë shqetësojnë këto detaje? Dhe këto probleme Shqipëria e ka pasur gjatë gjithë kohës. Dhe të themi, u bën shumë vite që kemi pasur probleme, sepse thash dhe njerë, lojtarët tanë luajnë nivele shumë të mira, por nuk janë lojtarët nivelit shumë të lartë që në këto lloj kampionate të jenë të pa diskutueshëm titullar. Janë kampionate që janë të vlerësuara shumë, është meritë e tyre që kanë arritur atje, po marrin minuta nga pak, edhe kjo është një problem i madh për trajnerin, le të themi. Por nuk mendoj që do të jetë problem ndeshja me Polonin. Ndeshja me Polonin është një ndeshje që duhet fituar, ose le të themi duhet barazuar që ti të shkosh me shtesë. Kështu që sido që t'jenë lojtarët, sido që t'jenë luajtur në klubet e tyre, kanë apo s'kan minuta, do ta nxjerrin me zemër e me shpirt, sepse është gjithë, domethënë vëmendja e gjithë shqiptarëve është tek ajo ndeshje për ta fituar. Ndërkohë, po kalon një superform Ernest Muçi, a beson se do të përfshihet këtë radhë në kombëtare, pra të përfshihet, jo të grumbullohet edhe po themi të qëndroj vetëm në stol ose ndoshta edhe në tribun. Ideja është të ketë një rol aktiv, pra të luaj, sepse po kalon një superform, i kemi parë super golat e tij me Trabzonsporin, domethënë ndoshta ai besimi që kishte munguar tek ekipet në të kaluarën, po flasin te Beşiktashi, duket sikur është dhënë tani dhe po jep më të mirë nga vetja e tij. Muçi ka qenë gjithmonë lojtar me cilësi të mëdha, ka pas potencial si futbollist që në moshë të vogël e deri tani. Tani gjeti, domethënë veten tek Trabzoni, është lojtar që ka shpërthyer, domethënë unë ligën turke e njoh mirë, trajnerin e Trabzonit e kam shumë shok se kemi luajtur bashkë. Ai në fillim domethënë me Muçin, domethënë kishte disa, le të themi, jo probleme, por në kuptimin që duhet bëjë më mirë fazën defensive dhe Muçi e ka arritur, po e bën goxha mirë dhe fazën defensive. Është një lojtar që Shqipëria e ka nevojshme për momentin. Pra gjithmonë ekipi kombëtar duhet marrë lojtar për mendimin tim që janë në formë të momentit, sepse ata të nxjerrin nga situata. Pra gjithmonë duhet i dhënë mundësira atyre që po luajnë, atyre që janë në formë, se le të themi ata ta bëjnë gjëmën në kuptimin e mirë të fjalës. Kështu që mendoj që patjetër që do të jetë me kombëtarën, po besoj se edhe mund të luajë në kuptimin që që është më në formë nga gjithë. Pastaj janë disa gjëra të trajnerit se si vendos lojtarët. Ana taktike, ai është shef më mirë se kush do të jetë. Ndërkohë, se përmendë pak më përpara që trajnerin keni qenë bashkë, keni luajtur, ka pyetur për Muçin, keni diskutuar ndo pak? Jo, nuk është se kam folur me trajnerin në momentin që ka ikur Muçi, nuk është se kam. Domethënë kjo ishte ajo, nëse të ka kontaktuar thjesht për të pyetur ideja e lojtarit. Jo, nuk kam kontaktuar, thjesht nëpërmjet një gazetare që ishte live në TV, mora dhe unë pjesë në TV ku ishte edhe trajneri. Dhe domethënë diskutimi ishte ana defensive e Muçit, ishte shumë e rëndësishme. Dhe faktikisht Muçin unë ja thash dhe aty ja kisha sugjeruar dhe kur ishte me Tiranën, Trabzonsporit. Dhe ai trajneri i Abdullah Hoxha ka qenë, trajneri që kanë pas trajner ke Istanbulsporit, nuk e pëlqeu. Është i ri dhe tha duam lojtar me eksperiencë dhe Muçi iku në Varshavë dhe trajneri i Trabzonit po e diskuton këtë pjesë, sepse atëherë ishte me shumë, le të themi, mund të ikte nga Tirana me shifrën 500-600 euro, tani Trabzoni do ta blej 10 milion qofse marrin vendim për ta blerë. Ja, pra vendimet e gabuara ndonjëherë. Gabojmë ne herë. Ndërkohë, si unë po edhe kam përshtymin çdo tifozi i kombëtares, Muçi na jep një tjetër ndjesi në fushën e vlerë, qoftë edhe golat apo mënyra si ai luan klasi që ka si lojtar që e the edhe pak më përpara, Muçi ka pasur cilësitë e tij, nuk është se ka dalë tani në pak, ka qenë që te Tirana që ka rënë sy, dhe deri tek eksperienca e gjithë klubeve që ka luajtur në Evropë, por mbase me të drejtë gjithë mund të shtrojmë një pyetje se çfarë duhet bëj Muçi më shumë për të qenë pjesë e kësaj kombëtare, tash në një rol aktiv pra.
Ka diçka për te, pra tek Trabzonspori trajneri kërkonte rol defensiv, pra. Te kombëtarja shqiptare në këtë pikë, çfarë duhet bëj për të qenë titullar, flasim? Mendoj që trajneri Silvinjo ka thënë shumë mirë, domethënë çdo kush, edhe ju gazetarët e kuptonin shumë mirë trajnerin Silvinjo që kërkon dhe anën defensive, jo vetëm ato ofensive. Pra luajtja e Seferit për një kohë shumë gjatë në formacion, ishte për mendimin tim se e shoh nga jashtë, kuptimin që Seferi u tërhiqte goxha edhe mbrapa. Pra ti duhet të bësh ato që trajneri kërkon në kuptimin e asaj. Kurse për mua që tani do të jetë apo s'do të jetë në formacion, apo do të jetë apo s'do të jetë pjesë, unë mendoj që pjesë do të jetë, pastaj formacioni është diçka tjetër. Me ekipin kombëtar nuk është e rëndësishme që ti lun apo nuk lun formacion. Edhe unë kur kam qenë dikur i ri kam qenë futbollist, domethënë doja të luaja patjetër, por tani që jam trajner shoh që thjesht ti je pjesë e asaj, kupton? Edhe një tifoz mund të ndihmojë në fitoren e kombëtarës, me një buritje më të madhe, me motivim më të madh për lojtarët. Gjithashtu edhe një lojtar nga stoli mund të futet një minutë, mund të shënojë kur jepet momenti. Pra është shumë e rëndësishme të kuptohet që ekipi kombëtar është, le të themi, të ka thirrur kombëtarë, ti përfaqëson gjithë Shqipërinë. Sigurisht, po në këtë pikë që ne ndodhemi, a kemi një lojtar tjetër që është më në formë se Muçi? Jo, patjetër që jo, patjetër që jo. Jo, kjo është domethënë shumë e dukshme. Pra Muçi është lojtari më në formë që ka ekipi kombëtar për momentin, në një kampionat shumë të fortë dhe në një ekip shumë të vështirë. Pra Trabzonspori është një ekip shumë i vështirë për të luajtur. Pra unë kam luajtur 2 vjet në Trabzon, 1 vit e gjys, le të themi, kam pasur kontratë 2 vjeçare. Nuk është se kam lënë gjumë te ekip se pata një dëmtim, po është një ekip shumë i vështirë për të luajtur. Pra ambienti është shumë i nxehtë. Në momentin që ti nuk paraqitesh mirë 1-2 ndeshje, të nxjerrin për jashtë në moment. Sepse është një qytet i tërë që jeton shumë me futbollin. Por në momentin që ti jep dhe sakrifikon dhe luan mirë siç po luan Muçi, tani Muçi është idhulli i gjithë tifozëve të Trabzonit. Ndërkohë, një diskutim i ngjashëm, po themi është edhe me Anis Mehmetin, i cili ai po bën mirë ndërkohë në Angli, në ligën e dytë angleze, por ajo që unë dua të ndalem, a mos mendon se është koha pak për të eksperimentuar në këtë pikë, po flasim eksperiment me lojtarët më të mirë që janë më në formë, po themi aktualisht në kombëtaren shqiptare. A mendon ti vetë për shembull se trajneri Silvinjo mund të ndryshojë diçka në këtë play-off? Ai mbase do të dojë të ndryshoj diçka, tani flas nga si trajner. Sepse kemi parë trajner Silvinjo që i beson shumë lojtarëve të tij. Pra flas tu lojtarëve titullar, gjithnjë kërkon atë 11 që mund të bëjë 1-2 ndryshime ndoshta minimale, por pjesa më e madhe është e lojtarëve që ka patur gjithnjë. Në këtë pikë ndoshta duhet i besoj lojtarëve që janë më mirë, pa diskutim se të gjithë janë më të mirët ato që grumbullohen, por po themi që kanë dhe minuta dhe që kanë shkëlqyer. E shoh të vështirë që të ndryshoj shumë. Nuk është ndeshje për të bërë eksperimente, sepse ai e din shumë mirë që Muçi është në një formë të jashtëzakonshme, është i kërkuar nga gjithë Europa për momentin. E di shumë mirë çfarë potenciali ka dhe çfarë mund të bëj, por mbase marr shembull Muçin nuk do të doj një ekip që e njeh lojën e trajnerit, domethënë është i automatizuar në ato veprime që ai don, sepse është një ndeshje shumë e vështirë me Poloninë. Pra duhet me fitu patjetër dhe ai do që të jetë në ekuilibër dhe mbase edhe mund të ndryshojë informacion, por e shoh pak të vështirë. Plus edhe si stil, pra nuk është se tha dhe ju, nuk është se ndryshon shumë, dhe jo më në këtë ndeshje kaq decisive për Shqipërinë të ndryshojë me gjëra të mëdha. A mund të kemi element të ri në këtë play-off, pra në këtë grumbullim të radhës të kombëtares shqiptare, duke qenë se Esir Hasani nuk preferohet më nga trajneri Silvinjo që ta nisi titullar, ndoshta edhe s'ka patur minuta në ndonjë ndeshje, nga ana tjetër te Broja, sikur po luante me Burnley në zurit dhe vendin e titularit, tani nuk po luan më. Mund të kemi element të ri? Mund të kemi, patjetër që mund të kemi, por prapë do të jemi thash pak më parë, pra çdo gjë do jetë në ekuilibër. Pra mund të jenë 1 ose 2 lojtarë, po nuk është se do të jenë shumë lojtarë, sepse thash ndeshja është decisive, mund të thriten shumë lojtarë, mendojnë sepse janë 2 ndeshje, nëse fitojnë parën, kemi edhe ndeshjen e dytë që bëhet në Valencia, në Spanjë. Mund të thirren shumë lojtarë, po një pjesë atyre mund të rinë tribunë, kështu që edhe mund të ketë element të ri. Patjetër kur mendoj që ke 2 ndeshje, duhet një freski akoma më madhe, mendoj që edhe mund të kemi prurje të reja, po më thënë informacioni, mendoj që do të jetë
pothuajse 80-90% do të jetë ai që ka qenë gjithmonë. Ndërkohë Bushi, trajneri Silvinho të ka vlerësuar gjithnjët, ka përmendur shumë shpesh në deklaratat e tij përpara mediave. Se kam dëgjuar. Se ke dëgjuar ti, kemi dëgjuar në gazetar. Beshaka e kam dëgjuar. Keni furnizuar ekipin A gjithnjë me element shumë cilësor. Keni bërë gati ndonjë dhuratë tjetër për trajnerin Silvinho? A kemi, po themi, ndonjë element të ri që mund të bashkohet shumë shpejt me kombëtaren e parë? Me thënë drejtën, unë kam, po si kam të reguar dhe kur e takova pardje, takojmë se jemi në një katë edhe nuk është se ja të regoj lojtarët që marrë tash, në kuptimin e mirë të asaj, sepse nuk kurse janë gati për ekipi kombëtar, po nga që i ka që të marrë lojtarë nga ekipi U21, sepse janë marrë shumë faktikisht, ka dhe drejt, pa tjetër që po, sepse ai i ka më shumë ato emocionet, janë shumë dhaja, përgjithësia është më shumë e madhe dhe gjithmonë shkoj U21, po kemi 2-3 lojtarë shumë të mirë, që ne në mars kemi ndeshjet tona me Amerikën dhe me Japoninë, edhe kemi 2 lojtarë që janë, kemi 4 le të themi, po 2 janë 100% që do të vinë deri tani, kurse 2 janë kështu. Jemi duke folur me ata dhe mendojmë që do të vinë ata, po janë shumë lojtarë të mirë. Mendoj që shumë shpejt do jenë ekipin kombëtar. Edhe jam shumë i gëzuar që edhe i lumtur që do të jenë me ne. Unë ka përshtypjen se emra nuk do të më thuash, se përderisa se ke thënë trajnerit Silvinho, por rolet mund të na i thuash, pozicionin ku luaj. Mbrojtës djathtë, luaj me 3, mbrojtësi djathtë, është Sulmus, që po bën shumë mirë tani në le të themi në botë. Është prap një mesueshor shumë i mirë, me 8, prap dhe një Sulmus. Në themi është dhe një mbrojtës që akoma si jemi të sigurt që do të vi. Për kombëtarën. Mbrojtësi është shumë i mirë, është datëlindja 2009, është goxha i vogël, është 16 vjeç, 17 vjeç, ne kemi datën 2004, dhe jam, më thënë direkt, nëse e marrin do ta fusim në kuptimin sepse është lojtar i nivelit shumë të lartë. Ne fusësh te ai apo? Me ai luan në ekipet e para në kampionatet e tij. Pra nuk është çudi që të kemi risi. Po. Pra, misioret e muajit mars për përfaqësuesën U21 do të shërbejnë edhe për të parë, pra lojtarët që ti po thua mund të shërbejnë për kombëtaren A. Po, patjetër që po. Vetëm për kombëtaren A, po janë edhe për evropianët që ne kemi në 2007, pra edhe ne po krijojmë një fizionomi, lojë shumë të fortë, pra duhet mbrojemi shumë mirë dhe kundërshëndojmë shumë shpejt. Pra e mbajmë topin pak në kontroll, sepse nuk kemi atë le të themi cilësinë që kemi pasur në ekip. Sipas lojtarëve që kemi ne bëjmë dhe atë strategjinë e lojës. Po jemi ekipi mirë, jemi ekipi fort. Kemi treguar ndeshjet e fundit, kemi fituar në Moldavi, kemi fituar me Ukrainën këtu. Jemi ekipi fort që mendoj që do të bëjmë shumë mirë këto 2 ndeshje me Japoninë dhe me Amerikën. Dhe më pas shpresojmë bëjmë mirë edhe në Evropianët e Vjetarë. Diskutohet fare. Unë kam shumë besim, megjithëse ka do dhe shumë kohë, po kam jashtëzakonisht shumë besim tek ekipi, sepse kemi luajtur edhe me Gjermaninë dhe me Zvicrën dhe nuk është se kam parë diferenca të jashtëzakonisht të mëdha. Pra, unë duhet që të kemi gjithmonë fatin. Futboll duhet të kesh fat. Fati është shumë i rëndësishëm. Po në momentin që ti punon shumë fort, pra i gjithë ekipi, i gjithë stafi, i gjithë federata është në dispozicion të istinjisht ose të ekipeve të tjera le të themi, atëherë fati të ndihmon, kupton? Edhe unë mendoj që do të na ndihmojë edhe ne do ta shtyjmë shumë fort. Pyetja e fundit. A të shqetëson Polonia, do të më thuash të drejtën në këtë pikë, sepse ajo që do të pyesun, a mund të shkojmë në botror, çfarë ndjerësie ke? Sa herë që më ke thënë kështu e kam gjetë. E vërtet. Tani më na jep një parashikrim sot si dalë. Me Poloninë jam shumë i bindur dhe i sigurt që ne do ta kalojmë. Pastaj ndeshjen e dytë nuk është se e kam ekipin kundërshtar, se kush mund të jetë Ukraina apo Suedia, por me Poloninë jam shumë i sigurt. Edhe është shumë mirë që do të luajmë atje. Ekipi polak tashmë na ka shumë frikë. Nuk është se ndihen shumë rehat me ne, i kemi rraf këtu, na kanë rraf atje okej, po mendoj që ne nuk mund të them që nuk kemi çfarë humbi, sepse tashmë jemi dhe ne që kemi pretendimet tona. Po jemi më të lirshëm se ata. Kanë më shumë presion ata. Barazimi gjithmonë është nga ana e atij që është le të themi pak më i dobët, le të themi në letër, kupton, për momentin. Edhe mendoj që edhe kemi dhe barazimin e. Me trajnerin Silvinho që është një trajner që i pëlqen të mbrohet mirë, nuk është se ka hangur shumë gola, ka hangur pak. Me kundrasul mund të luajmë shumë mirë, mund ta kapim shumë mirë me lojtarët që kemi ne të shpejt, me Manaj, me Brojen, me Uzunin, me Muçin, më thonë unë kam shumë besim. Kam shumë besim do të fitojmë. Shkurtimisht, në rast se kalojmë Poloninë, kush nga Suedia dhe Ukraina do doja që të binte në finale? Kush është më të lehtë?
Po, do doja Ukrajinën, sepse lunë fusha sjanse, më thënë shumë e thjeshtë. Ata luajnë Spanjë, kemi luajtur në Spanjë me Ukrajinën, mund të jetë dhe një në 97-ën, na ka rrafur 1-0, sepse ishte në 97-ën, këtu në Shqipëri, ti s'kishe lindur atëherë? Jo, s'kishe lindur. Edhe kemi luajtur atje, na ka rraf 1-0 me golin e Rebrov, sepse kishte probleme në Shqipëri dhe i bëm 2 ndeshje, dhe me Gjermaninë dhe me Ukrajinën i bëm Spanjë. Kështu që mendoj në Spanjë mund të përballemi prapë me Ukrajinën. Bushion, të falenderoj shumë që ishe sot pjesë të Sport News, ishte vërtet kënaqësi. Miq të Sport News, ky ishte emisioni edhe për këtë javë, bashkë do të shihemi të hënën në orën 17:00, deri atëherë kalofshi sa më bukur.